Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sonte do të flasim Kitabu Tauhid te kapitulli I 48. Babu qawlillahi ta'ala, fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, ku Allahu thot: "Walain adhaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ." Kuptimi I ajetit është dhe ne në të vërtet nëse I japim njeriut atij një shije mëshire pas ndonjë fatkeqësie, qoftë uri, smundje, që I ka rënë atij, është e sigurt se do të thotë, kjo është e imja, aftësia, merita ime. Dhe unë nuk mendoj se dita e gjykimit do të vijë. Pra, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala e sprovon dikën, pastaj e largon nga ajo sprovë, kjo është qëndrimi I pabesimtarit. E para thot se kjo mirësi që e posedoj është nga ajo që unë e meritoj, dhe e dyta thot nuk besoj që do të ndodhë dita e gjykimit. Por nëse do të qohem prap tek Zoti im, dhe vazhdon pabesimtari duke thënë: "Wala in raja'tu ila rabbi inna li 'indahu lil husna." Pra nëse ka xhennet, kështu thot pabesimtari, nëse ka ditë gjykimit, atëherë padyshim që për mua do të jetë më mirë, më mira, pasuri, bagati tek Allahu. Pastaj ne me të vërtetë që do t'ju njoftojmë mosbesimtarëve, do t'i njoftojmë mosbesimtarëve se çfarë kanë punuar ata dhe ne do t'i bëjmë të shijojnë ndeshkim të rrept. Ky ajet kuranor dhe një ajet tjetër I surës Fussilet e përshkruan fjalën e Karunit: "Qala innama utitu ala ilmin indi." E sqaron Qatada dhe thot: "Ala ilmin minni bi wujuhil makasib." Pra atë pasuri që e posedoj, thot Karuni, e posedoj nga aftësitë e mia që I kam pas për të arritur deri tek kjo pasuri. Lidhshmëria e këtij ajeti, këtyre ajeteve dhe një hadith I gjatë që do ta përmendim, që e përmend autorin libër me Kitabu Tauhid, është se nëse robi ja adreson veprat, nëse robi ja adreson pasurinë dhe mirësitë që I posedon dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë kjo është shirk në veprat e Allahut, I bën shok Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse ai është furnizuesi, ai është krijuesi. Pra nëse thot që gjitha që I kom të mirat, I kom prej filanit, I kom prej asaj, atëherë kjo I bën shirk të tauhid rububiyya. Pra I bën shirk në veprat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa nëse ka të qartë që çdo mirësi që e ka prej Allahut, mirë po ai është meritori dhe nuk është mirënjohës ndaj Allahut, atëherë kjo është devijim në çështjet e ibadetit. Dhe edhe në këtë pjesë jap vërejtja autori që duhet ta përmirësojmë, pra zemrën dhe gjuhën. Zemra dhe gjuha duhet pastrohen nga bindjet e gabuara dhe nga shprehjet e gabuara. Pra, shprehjet e gabuara që bijnë ndesh me akiden, me tauhidin, kur ti nuk je mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, vijnë nga gjuha, ndërsa bindjet e gabuara vijnë nga zemra. Këtu ka përmendur një ajet kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala përshkruan faraonin: "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim." Qaruni ka qenë pe popullit Musaut, fabagha alayhim, ka qenë I shtur, ka kundërshtuar rrugën e Allahut. "Wa ataynahu min al-kunuzi." Ne I kemi dhuruar Qarunit pasuri, thesar të mëdhej. "Ma inna mafatihahu." Sa që qelsat atyre thesarve, "Latanu bil usbati ulil quwa."
ka pas vështërsi edhe ushtarët me i bajt. Do me thonë i kanë bajt qelsat me vështërsi. Do me thonë, aq shumë ka pas Karuni pasuri. Në periudhën në të cilën ka jetu, pra në kohën e faraonit, në kohën e Musait, ai ka qenë shembull dhe mbetet si shembull që njeriu i pasur, mirë po arrogant, edhe nuk ka qenë mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, e përshkruan Kurani, innama utituhu ala ilmin indi, më të vërtet mu më është dhënë ala ilmin indi, pra si që përshkruan dietarët, ala ilmin min Allahi anni lahu ahl. Pra disa kanë thonë që më ka dhënë mu Zoti aftësi që me qenë zotrues i kësaj pasurie, kuptimi i ajetit. Disa thonë utitu ala sharafin, mu më është dhënë se unë jam njëri me nder, njëri i ngritur, mu ka dhënë kjo pasuri. Prandaj, përmirësim çështjen e tauhidit është kur njeriu pra vren që ka mangësi në këtë çështje. Mendon që ai është i afti, mendon që ai i ka arrit sukseset pse është i zgjuar, pse është i shkath, pse i ka dhënë Allahu zgjuarsi, mbështetet në zgjuarsinë e tij, në shkathësinë e tij, dhe nuk mbështetet në Allahun subhanahu wa taala. Pra çdo mirësi, sikur jeta edhe vdekja e njeriu, Allahu çon sebeb që ti më shpëtu. Pra Allahu ka bërë sebeb që filan ilaçi apo filan mjeku me qenë sebeb që ty me ta shpëtu jetën. Po kjo është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj autori ka përmendur një hadith gjatë që njeriu me kuptu që ata të cilët nuk janë mirënjohës për të mirat që e vep Allahu ndaj Allahut, vërtet ata ndaj tyre Allahu është i hidhruar. Dhe nëse ne jemi mirënjohës dhe falendërues për çdo mirësi që e arrim ne në këtë dunja, qoftë dinit apo qoftë dunjas, është mirësi prej Allahut. Për shembull, hayya al-salah e janë namaz, pastaj vijon hayya al-falah e janë shpëtim. Këto dy pjesë nuk duhet përsëriten. Ezanin këto dy, siç është ezani, po duhet me thonë la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nuk ka mundësi njeriu të ecë, të lëviz, nuk ka fuqi njeriu përveç se mendimin e Allahut. Pra ne nuk mund vim xhami me mundësitë tona, po të mos ishte mirësia e Allahut. Pra edhe udhëzimi, edhe shëndeti, edhe kërkimi i diturisë, edhe kuptimi i fesë, të gjitha këto janë mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Hadithi është i gjatë që ka përmend autori an Abi Hurairata radiyallahu anhu, transmeton Abu Huraira annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë: Inna thalathatan min bani Israil. 3 njerëz kanë qenë prej Banu Israil. E përshkruan një ngjarje pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe kush janë Banu Israilit? Kemi të qartë. Banu Israilit janë popujt e mëhershëm. Janë bijt e Israilit, bijt e Jakubit. Historia e dini Jakubi, si është nda për Jusufit. Jakubi ka qenë nga Palestina. Jusufi, historinë se si ka ardhur ka rrjedhë dhe ka shku deri në Egjipt. Nga aty, historinë e dini, Jusufi a.s. ka tërhek familjen atë gjithë vëllezërit në fund të historisë, siç përshkruan surin Yusuf, edhe ka qëndruar në Egjipt. Aty ka qenë mbretëri. Egjipti ka qenë mbretëri. Ma vonë kanë ardhur faraonat. E periudhën që kanë qenë mbretëri, edhe Jusufi ka marrë pjesë, ka qenë njëri përgjegjës për ekonominë e asaj kohe. Dhe Banu Israilit, 12 fise janë bo. Pra 12 vllazër, më të janë bo 12 fise dhe o bo një popull që është quajtur bijtë e Israilit, Banu Israil. Kur ka ardhur në pushtet faraonat, atëherë e kanë shtyp këtë popull, e kanë dominu këtë popull dhe e kanë vënë shërbim të faraonave. Për këtë, nga ky popull ka ardhur Musa alayhi salatu wasalam.
Nga ky popull ka ardhur Musa alayhis salam. Dhe këta janë kthy mas historia siç e përshkruan Kurani, këta janë kthy në Quds. Pastaj me vite kanë jetu dhe Benu Israilet pra janë ata pasardhësit të Jakubit, janë këta të cilët ka ngjarje të ndryshme që kanë rrjedhur në kohën e Musait alayhis salam dhe deri tek Isa alayhis salatu wassalam. Ngjarje të ndryshme. A duhet ne t'i besojmë ngjarjet që vijnë nga Benu Israilet? Nëse i vërteton Kurani apo nëse përmenden Kur'an, ato janë të pranuara. Nëse i vërteton Kurani. Nëse i mohon Kurani, ato i refuzojmë. Ndërsa nëse as nuk flitet ndalesë apo urdhëresë, atëherë ngjarjet që na vijnë nga Benu Israilet ne heshtim. Pra nëse një ngjarje Benu Israilëve nuk ka bazë, nuk ka argument saksimin e kësaj ngjarje, atëherë ne çka veprojmë? Nëse ajo nuk bën ndesh me parimet e Islamit, ne heshtim, as nuk e pohojmë, as nuk e besojmë. Dhe pejgamberi alayhis salam ju ka treguar një ngjarje të Benu Israilëve. Inna thalathatan min bani Israil. Pra kanë qenë 3 nga Benu Israilet. Njëri ka qenë Abras wa Aqra wa A'ma. Njëri ka pas një smundje lebroz në lkurën e tij, pra në trup, ju ka shfaq një smundje. Tjetri ka qenë Aqra, tullac, pra rënje të flokëve, dhe tjetri ka qenë i verbër. Thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, fa arada Allahu an yabtaliyahum. Allahu ka dashur ata me isprovu. Fa ba'atha ilayhim malakan. Dhe Allahu ja ka dërguar një melajken formën e njeriut me shku dhe me isprovu, me pyet. Fa ata al-abrasa fa qal. Ka ardhur ai i cili ka pas lebroz. فقال أي شيء أحب إليك. Ka formën e njeriut me leku. Allahu ka dërgu. أي شيء أحب إليك. Cila është dëshira jote më e madhe? Ka thënë lawnun hasan wa jildun hasan. Du me pas lkurë të mirë edhe ngjyrë të mirë. Pra më ka sprovuar Allahu në trupin tim, edhe du me pas një ngjyrë të mirë edhe pamje të mirë. ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. Edhe të më mundsoj Allahu subhanahu wa ta'ala që me largu nga ajo që ka njerëzit më shiqojnë pra të shëmtum. Qala famasahahu fadhahaba anhu. Meleku e ka prek me dorën e tij, fa u'tiya lawnan hasan wa jildan hasan. Dhe ka mundsu me pastaj një lkurë të mirë dhe pamje shumë të mirë. Pastaj ka thënë ayyul mali ahabbu ilayka. Çka dëshiron nga pasuria? Qala al-ibl aw al-baqara. Ka thënë një deve, ka qenë njëri i varfër, ose një lop. Shakka Ishaq, ka dyshu transmetuesi, pra e përmendin çdo herë Shakka Ishaq, pra e përmendin kur dyshon dikush që përmend ndonjë pjesë, ka dyshu ibl, deve apo lop. Fa u'tiya naqatan ushara. I është dhënë atij naqatan një deve ushara, pra që ka qenë bars. Wa qala barakallahu laka fiha. Dhe meleku i ka thënë Allahu të dhënë të bekoft në këtë deve. Qala fa ata al-aqra' fa qala. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam, meleku ka ardhur ai që ka qenë tullac, al-aqra'. Fa qala ayu shay'in ahabbu ilayk. I ka thënë çka ke dëshirë ti më shumë ti? Qala sha'run hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nas bih. Ka thënë du me pas flokë të mira edhe të largohet ajo që ka njerëzit në përqeshin. Fa masahahu fa dhahaba anhu. I ka prek me dorën me meleku dhe ka shku ajo dhe Allah i ka dhënë pamje të mirë. Wa u'tiya sha'ran hasana, dhe është dhënë flokë të mira. Fa qala ayu al-mali habba ilayk. Ka unë çka nga pasuria dëshon? Edhe ai ka thënë al-baqara wal-ibl. Lop ose deve. Fa u'tiya baqaratan hamilan. Edhe ati është dhuru një lop bars. Qala barakallahu laka fiha. Dhe i ka thënë meleku Allahu të dhënë përqet në të. Fa ata al-a'ma fa qal, ka ardhur i verbri dhe i ka thënë meleku ayu shay'in ahabbu ilayk. Çka dëshon më shumë ti? Qala an yarudda Allahu ilayya basari. Më kthy Allahu shikimin.
fa ubsira bihi an-nas, edhe të ma mundsoj mi pa njerëzit. Fa basahahu, e ka fërku, fa radda Allahu ilayhi basarah, Allahu ja ka kthy shikimin. Qala fa ayu al-mali habba ilayka, çka dëshon nga pasuria? Ka thënë, qala al-ghanam, ka thënë dele. Fa u'tiya shatan walida, dhe është dhurua ti një dele bars. Fa antaja hadhani wa walada hadha, Allahu i ka dhënë bereqet këto kafsh. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, fa kana li hadha wadin min al-ibl, njëri prej tyre ka pas një lugin me deve. ولهذا وادي من البقر, tjetri ka pas një lugin me lop. ولهذا واد من الغنم, tjetri ka pas një lugin me dele. قال, pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته, i ka ardhur me leku ati që ishte me këtë smundje në formën që ka qenë ai në gjendjen e tij. Pra i ka ardhur në formë të mund që ai ka qenë më herët. Fa qala rajulun miskin, i ka thonë unë jam miskin. Pra, s'ka asgjë. Qad inqata'at biya al-hibalu fi safari. Thot, nuk kam edhe mjetët udhëtimit, ushqim, mjet me udhëtu. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Nuk kam mundësi, thot, me ecë sot, përveç mendimin e Allahut, pastaj mendimin tënde. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. Betohem në Allahun i cili ti ka dhënë gjitha këto, pamje të mirë, pasuri të mirë, gjitha që ke. Ajo është përgjigj, el-huququ kathiratun. Thot unë kam shumë obligime, jam njëri i ngarkuar. Faqala lahu ka'anni a'rafuka, meleku i ka thënë formë njeriut, sikur ty po të njoh. ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال. Ta mos ke qenë këtë gjendje edhe i varfër, edhe në këtë gjendjen që e ki pas, dhe gjitha Allahu t'i ka dhonë. Faqal, a i ka thënë, innama warithtu hadha al-mal kabiran an kabir. Thot këtë e kam trashëgu bab e babgjysh. Pra, ja ka atribu trashëgimit para arsëve të tij. Faqale in kunta kadhiban. Ai ka bë dua pastaj me leku. In kunta kadhiban. Nëse je gënjeshtar, fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Allahu tërgoft ashtu siç ke qenë. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, fa ata al-aqra fi surati, ka ardh ai që është tullac në formën e tij. Faqala lahu mithla ma qal, ja ka bë të njëjtat pyetje siç ja ka bë të pari dhe i ka marrë të njëjtat përgjigje siç i ka marrë nga i pari. Qala lahu, po ati ashtu njëjti ka thënë, in kunta kadhiban, nëse je gënjeshtar, fasayaraka Allahu, nëse po gënjen, fasayaraka Allahu ila ma kunta, Allahu të qoft aty ku siç ke qenë. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa ata al-a'ma fi surati, ka ardh të verbrit në formën që ka qenë i verbri më herët. Faqala rajulun miskin, ka thonë jam njëri miskin. Wa ibn as-sabil, njëri që ka mbetë në rrugë. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Pra mu kanë shkëput gjitha shkaqet e udhëtimit, të ushqimit. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Nuk ka mundësi për me shku të shtëpia ime për vetëm mendimin e Allahut edhe tënden. As'aluka billadhi radda alayka basarak. Elusim Allahun i cili ta ka kthyr shikimin, shatan atablugha biha fi safari, thot ama jep një dele që nduhet në udhtim. Faqala qad kuntu a'ma, ky treti ka thonë, qad kuntu a'ma, kam qenë i verbër, fa radda Allahu ilayya basari, Allah ma ka kthyr shikimin. Fa khudh ma shi'ta wa da' ma shi'ta. Pra krejt këtë pasuri që po sheh, mërë çka dush e le çka dush. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi shay'in akhadhtahu lillah. Pra çka të bësh unë nuk më kam mërzi. Krejt është për Allahun. Pra sikur ta mërsh krejt, kjo është pasuri që më ka dhënë Allahu. Faqal, ka thënë meleku, amsik malak, maje pasurin. Fa inna ma ibtulitu, ju tre i një sprovu prej Allahut. Faqad radiya Allahu anka
Allahu është i kënaqur me ty. Wa sakhita ala sahibejk. Dhe është i zemruar me dy shok tu. Akhrajahu. E ka nxjerrur këtë ngjarje, pra këtë është në Sahihul Bukhari dhe Sahihul Muslim. Pra ngjarje tamam, hadith sahih. Ky është një hadith që sigurisht ka mësime të shumta, por thelbi i kësaj është që Allahu është i kënaqur me atë që është falendërues, që është mirënjohës ndaj të mirave të Allahut dhe hidhrohet dhe zemrohet me ata që janë përbuzës dhe nuk janë falendërues ndaj Allahut. Sigurisht se në këtë hadith ka dobi të mëdha, e një prej dobive është të mëdha, qartësohet fuqia e Allahut subhanahu wa taala se si ka shiru këta tre me lejen e Allahut, po ashtu melajket personifikohen në formën e njeriut kur don Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu kur urdhron. Pra siç ka argumente të shumta, pra me urdhin e Allahut, melajket personifikohen kur Allahu don. Dhe kemi argumente të shumta që në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, meleku Xhibril ka në formën e sahabiut, që ka qenë shumë i bukur, është personifiku. Pra ka ardhur hadithi i njohur që ka ardhur meleku Xhibril, edhe është ul, edhe në formën e njeriut, që ka pas petk të bardhë, shadid bayad thiyab, pra ka petkun e ka pas krejtësisht bardhë, wala yura alayhi athar as-safar. Asnjë gjurmë të udhimit nuk e ka pas. Dhe askush se ka njoft. Dhe me thënë, kjo i ka mahnit sahabët me pyet, edhe mos me njoft që ajo është meleku. Nuk e ka njoft, ka pas petkin e bardhë, dhe nuk ka qenë asnjë gjurmë e udhimit. Pra nëse vjen me petk për lym, dhe nuk e njohin, krejtësisht normale. Por ka ardhur me asnjë gjurmë të udhimit. Dhe tani mund të jetë e lehtë, pra të mos vrehet njeriu se vjen pra me lehtësi, mirë po në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë pamundur dikush me udhëtu 3 ditë apo një javë me ardhur në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe mos mu vrejt gjurmet e udhëtimit. Pastaj pejgamberi alayhis salam ka pyetur Omer radiallahu anhu, atadri men as-sa'il? A din kush është pyetësi? Ka thënë Omer radiallahu anhu, Allahu Rasulu alam, Allahu dhe i dërgumi ti e din. Fejnë u Gjibril, atakum yuallimukum dinukum, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ishte Gjibrili, ka ardhur me mësui ju fenë juve. Pra, dhe këtu ka argument qartë që askush mund të dëshmoj që shihen me lajket në këtë kohë, apo dikush mund të dëshmoj që janë pa me lajket. Dhe me thënë, gjitha ato ngjarje që i përmendin pasues të bidatit, ngjarjet që përmendin në vendet ndryshme, qoftë në Afganistan, luftën në Afganistan me rusët, qoftë mund ka lloj pralla dhe shpifje që i mashtrojnë të rinjt që nuk janë brëmosur me parimet fesë, se janë pa me lajket apo shihen me lajket. Përderisa Omer radiallahu nuk ka pranuar me thonë që këto janë me lajke, i ka pa me sy, sepse duhet vetëm pejgamberët me dëshmu që janë me lajke apo nuk janë me lajke. E dyta, po ashtu prej dobive të këtij hadithi madhështor, me lajket kanë trup dhe kanë trup, nuk janë vetëm shpirt ose kuptim tjetër, siç i përshkruajnë domethënë fantazma, ku ta diun siç i përshkruajnë njerëz të devijum, ato kanë trup. Me lajket kanë trup, i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Pra ne nuk e shohim këtë dunja sepse janë alimun ghaibi, pra nuk mund t'i shohim këtë dunja, por ato ekzistojnë. Sigurisht, besim për shtyllave të imanit. Po ashtu nga ky hadith kuptojmë që njeriu i cili nuk është i kënaqur me atë çka e ka nga sprova, nuk do të thotë që ka mëkat. Pra, nëse ti ndjehesh nuk je i kënaqur që e ke një smundje, pra kuptimin që kërkoni më shkaqet apo tregon që ke një problem trup dhe mundohesh me shëru, kjo nuk do të thotë që ti je ai i cili bën ndesh me caktimin e Allahut.
Përndryshe ar-ridha, me qenë ti me u gëzu me caktimin e Allahut, kjo është nga pikat më të larta, por nuk i kërkohet. Ajo që ka kërkohet për robët është durimi. Pra me qenë durimtar, nëse sprovohesh, kjo është obligative. Pastaj, me pas dëshirë mu sprovu, kjo është grada më e lartë, me thonë pikë shumë e lartë e besimtarit. Po ashtu, për dobive tjera mësohet që këtë hadith që ar-ridha, me qenë i kënaqur, kjo është për cilësive të Allahut, edhe zemrimi është për cilësive të Allahut. Pra Allahu zemrohet, Allahu gëzohet. Po këtu janë cilësi që i përkasin Allahut subhanahu wa taala. Njeriu zemrohet edhe gëzohet. Po njeriu gëzohet atëherë kur s'ka pas mundësi më gëzu ma herët për një diçka, ose zemrohet sepse nuk mund ta parandaloj një diçka. Pra nuk cilësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk i përngjasojnë cilësive të krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Sikur dija. Pra njeriu ka dije, Allahu ka dije. Po dija o fuqi, apo fuqi. Përderisa në këtë dunja i shohim ndryshimin mes krijesave, njeriu dhe krijesave tjera në cilësi, si mund njeriu të mos e ketë qartë që cilësitë e krijesave me Allahun nuk janë të njëjta. Këto ishin disa dobi të këtij hadithi, pra thelbi i kësaj teme ishte që pjesë e plotësimit të tauhidit është që çdo të mirë që neve na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, ne nuk duhet me konsideru që ne jemi ehlun leha. Pra ne jemi ata që meritojmë, po kjo është mirësi prej Allahut. Kjo është mirësi prej Allahut. Dhe të mos ja dedikojmë të mos bëjmë gabime në shitje në gjuhët tona apo në zemrat tona të kemi diç që ne kur e kemi një mirësi e kemi prej shkatësive tona, sigurisht se këto janë sebepe që na i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu kërkon, siç e përmend surën, siç e përmend ditën e xumë, fa idha qudiyatis salatu, kur të përfundon namazi i xumës, Allahu nuk ka thonë rini në xhami, po ka thonë fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Shpërndahuni në tokë edhe kërkoni mirësitë e Allahut. Pastaj çfarë ka kërkuar Allahu, që më u përgjigj ezanit, jo më nejt vetëm në xhami. Pra njeriu kërkohet me marr shkaqet, dhe kemi përmend disa herë që Dhulkarneini ka pas sundimin e dunjas dhe ka pas sundimin e lindjes dhe perëndimit, por i ka marr shkaqet. Pra ka marr shkaqet e vendosjes së asaj godinës mes neve dhe Yejujve dhe Mejujve, me shkaqet, duke i marr shkaqet, i ka arrit, po gjitha këto ka qenë mirësi prej Allahut. Gjitha këto kanë qenë mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo ishte për sonte, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.